Mbrëmjen e sotme Kiara u surprizua nga Luizi dhe Luna, të cilët ajo i publikoi bashkë me fotot që bëri një set super të bukur profesional. Kur pa pritmas dëgjon një zë mama menjëherë del në background dhe të shohë Lunushin, ajo nis ta përqafojë ta. Pudh bashkë me të ndodhej dhe bashkëshorti i saj Luizi ata përqafuan njëri tjetrin dhe Luizi menjëherë filloi ta komplimentonte Kiarën, ndërsa Lunushi filloi të përkedhelej duke e prekur me dotkat e vogla nga fytyra. Luizi i përshëndeti dhe ju foli të gjithëve, por njëri nga miqtë e Kiarës vendosi ta surprizoj Kiarën duke i thënë se setit fotografik do i shtoheshin edhe 2 foto nga të ftuarit special. Luizi dhe Luna ata filluan të merrnin poza duke u ndihmuar të dilnin sa më bukur kjo, sepse Lunushi si çdo bebe nuk rri pa lëvizur Kiara u gëzua shumë e përket e vizite kaq të bukur, por këtë gëzim nuk e pati vetëm Kiara, por edhe ne, të cilët e ndam me të gjithë ju shikues të dashur. Kiara dhe familja Eli shkelqen, ajo u shpreh se kur ka vizite nga familja ndihet me energjike dhe me e qetë që vajza dhe bashkëshorti ndodhen aty pranë. I urojmë suksese Kiarës dhe shikim të këndshëm të portokallise. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.